Sali Berisha ka njoftuar se statusi i tij non grata në Shtetet e Bashkuara është hequr, duke e cilësuar këtë një zhvillim të rëndësishëm pas një betejë të gjatë politike dhe ligjore. Kreu i Partisë Demokratike e bëri publik lajmin gjatë fjalës së tij në kuvent, ku deklaroi se vendimi ishte komunikuar nga e ngarkuara me punë e SBA-s në Tiranë, Nancy Van Horn. Sipas Berishës, heqja e sanksionit përfshin edhe familjarë të tij, të cilët ishin subjekt i të njëjtit vendim. U ktheva, do në përgjërë se këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata, kur. Ka patur një sankcion vizën, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara. Çështja e shpadhjes non grata të Berishës ka qenë një nga temat më të debatueshme të viteve të fundit në politikën shqiptare. Me 19 maj 2021, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se ish kryeministri shqiptar dhe antar të familjes së tij nuk do të lejoheshin të udhtonin drejt Shteteve të Bashkuara. Në atë kohë, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken argumentoi se vendimi ishte marrë për shkak të përfshirjes së pretenduar të Berishës në korrupsion, domethënës urdhërim të pushtetit për përfitime personale dhe cënim të proceseve demokratike. Berisha i ka kundërshtuar vazhdimisht këto akuza duke i cilësuar të pabazuara politikisht. Ai nuk e njohu asnjëherë vendimin e Washingtonit dhe ndërmori hapa ligjor kundër ish sekretarit amerikan Antony Blinken në përpjekje për të sfiduar publikisht shpadhjen non grata. Në pritje të një konfirmimi zyrtar nga autoritetet amerikane, deklarata e Berishës pritet të rikthejë në qendër të debatit një prej çështjeve më të ndjeshme të politikës shqiptare në vitet e fundit.